Motër Maria Luisa, unë kam një pyetje në letrën e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 5, nga vargu 12 deri te vargu 24. Libri I parë I Thesalonikasve? Po, kapitulli 5, vargjet nga 12 deri në 24. Apostulli Paul I këshillon vëllezërit dhe motra duke bërë disa rekomandime shumë të bukura. Ai thot, jini gjithmonë të gëzuar, lutuni pa pushim, në gjithçka falenderoni, dhe në vargu 19 thot mos e shuani frymën. Do doja motër Maria Luisa që ju të na shpjegoni se çfarë do të thot mos e shuani frymën dhe çfarë duhet bëjmë për të mos e shuar atë. Mirë, apostulli po bën rekomandimet, por në vargun 15 thot, shikoni se mos dikush t'ia kthej dikujt të keqen me të keqe, por ndiqni gjithmonë të mirën dhe ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj të gjithëve. Jini gjithmonë të gëzuar, të lumtur në Zot, apo jo? Lutuni pa pushim. Pra, lutja është shumë e rëndësishme. Këtu në kishë, që është e hapur çdo pasdite mbrëmje për ata që mund të vinë çdo ditë, ose të gjeni pa kohë për të lutur në shtëpi në vendin ku banoni nëse nuk mund të vini në kishë. Thot, në gjithçka falenderoni, sepse I tillë është vullneti I Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Thot mëtej, mos e shuani frymën. Fryma e shenjtë shuhet kur njerëzit ndalojnë së ardhuri në kishë, ndalojnë së luturi, së përlëvduari Zotin, së lavdëruari Perëndin dhe nuk vinë në kishë, atëherë kështu ata shuajnë frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë shuhet dhe personi bëhet materialist. Kur ndodh një problem, kur ka diçka që e mundon apo kur vjen një vështirësi, në atë moment ky person nuk ka më besim te Perëndia, nuk ka më siguri te Zoti, nuk beson te Zoti, nuk ka më dëshirë, nuk ka sigurinë dhe për këtë arsye personi ndihet vetëm, dyshon, humbet besimin, humbet arsyen dhe pastaj ndodhin kaq shumë gjëra. Përse? Sepse fryma është shuar. Kur vazhdojmë në rrugën e Zotit, kur lutemi vazhdimisht, kur reflektojmë dhe mendojmë gjithmonë për të, atëherë çdo vështirësi mund ta marrim, ta përballojmë me qetësi. Ne lutemi dhe Zoti na bën premtime, na mbron, na ruan. Kështu që nuk lejon Zoti që të na ndodhin gjëra të këqija apo të pakëndshme në jetën tonë në asnjë aspekt, as shpirtërisht, as materialisht, as fizikisht. Prandaj thot mos e shuani frymën. Po ashtu, lidhet kjo me dhuntit frymërore. Nëse dikush ndalon së ardhuri në kishë, kur është I dekurajuar, nuk lutet, personi nuk mund të punojë dhuntit frymërore që Perëndia I ka dhënë, nuk vendos duart, nuk profetizon, Perëndia nuk I jep vegime, nuk I jep ëndra, atëherë personi shuhet shpirtërisht. Për këtë arsye, gjithmonë duhet ta mbajmë të kemi zjarrin të ndezur. Bibla thot se duhet të jemi si një flak që ndriçon, si një dritë që ndriçon vazhdimisht. Ne duhet të jemi si një dritë që ndriçon dhe që kurrë nuk shuhet. Kjo është ajo që na mëson kur thot mos e shuani frymën. Gjithashtu këtu thot mos përbuzni profecitë. Ndoshta sot nuk kam dëgjuar që ka njerëz që përbuzin profecitë, në atë kohë ndodhte ky fenomen. Njerëzit I përbuznin profecitë, nuk u jepnin rëndësinë gjërave që Perëndia u thoshte, nuk u bindeshin dhe bënin të kundërtën e asaj që fryma e shenjtë I urdhëronte në profeci. Personat pra nuk respektonin apo vlerësonin dhuntit frymërore. Ishin të pakujdesshëm, nuk I vlerësonin ato. Kjo është mënyra se si shihet përbuzja që kishin për profecinë. Në vargun 21 thot, të gjitha I provoni apo I ekzaminoni. Ekzaminoni jetën tuaj shpirtërore, gjërat që ju bëni, si silleni ju në kishë, si punoni ju për Perëndin, a I besoni premtimet që Zoti ju ka bërë apo nuk I besoni, apo I bëni të gjitha gjërat ashtu siç Perëndia ju ka urdhëruar apo nuk I bëni. Thot provoni çdo gjë, pra analizoni, ekzaminoni jetën tuaj shpirtërore nëse ju jeni duke I bërë gjërat mirë për Perëndin. Pra thot, të gjitha I provoni, I ekzaminoni, sepse kjo është një nga pikat e tjera, që të analizojmë çdo gjë dhe të mbajmë të mirën. Kur analizojmë çdo gjë, analizojmë të mirën dhe të keqen. Mund të ndodhë që shohim shembuj të mirë dhe të këqij, sjellje të mira dhe të këqija tek njerëzit.
Mund të jetë ndoshta një doktrinë, dikush tha diçka me të cilën unë nuk pajtohem, nuk jam dakord, dhe këtu thuhet të gjitha i analizoni, i provoni, por ju gjithmonë zgjidhni më të mirën. Zgjidhni të mirën dhe ndiqni rrugën e së mirës. Kjo është, pra mësoni të dalloni, mësoni të kuptoni gjërat që janë të Perëndisë dhe ato që nuk janë të Perëndisë, të kuptojmë ato që duhen bërë dhe ato që nuk duhen bërë. Të gjitha këto gjëra analizojini, ekzaminojini dhe veproni. Këtë po thoshte apostulli, ishte duke bërë këto rekomandime. Të gjitha i provoni, i ekzaminoni, bani të mirën. Thot hiqni dorë nga çdo pamje e ligë, pra mos bëni të keqen, ruhuni nga këto gjëra.